Përshëndetje, mirë se u gjej të gjithëve, jemi drejt për së drejti në ekranin e televizorit kombëtar Klan. Do të kemi të ftuar pas pak në studio një personazh të cilën ne jemi mësuar ta shohim shpeshherë në programet tona, në rubrika të ndryshme kur flasim për çështjet e ligjit të drejtave të njerëzit, të avokatisë. Ajo është një avokate nga më të njohurat pa diskutim, dhe jo vetëm për temat e saj gjithmonë ftohet, por edhe si paneliste është gjithmonë një prezencë shumë e mirëpritur në studion tonë. Sot kemi vendosur ta ftojmë ndryshe në një profil pak më personal për ta njohur pak më tepër, edhe se çfarë profesion ajo, karriera e saj e ndërtuar, por edhe jeta private. Kështu që besoj keni kuptuar se për cilën bëhet fjalë. Rubrika që ne prej kohësh tashmë realizojmë së bashku me të është rubrika Ligji i rrugës, që kemi quajtur, ose rubrika me avokatin, por sot do ta presim atë për ta njohur edhe jo vetëm si avokate, por edhe si grua. Presim në studio Margarita Kola. E dashur Margarita, mirë se erdhe. Faleminderit, shumë kënaqësi. Si që ke bërë ti sot me këto lule, ha? Faleminderit, pranver. Si pranver. Dukesh si pranvera Botticellit. Faleminderit. Isha ka, po duke shumë bukur. Faleminderit. Faleminderit për këtë atmosferë kaq këndshme që na solle në studio. Dhe ja tek jemi. Shiko, dhe ajo të kuqe i ka flokët, tek Botticelli, pak vetëm se ka më të gjata. Në fakt jam bjonde, realisht, po. Bjonde, edhe ajo diçka mes bjondës edhe të kuqes. Mirë, është kënaqësi që të ka Margarita, dhe sot për të të njohur pak rrugtimin e jetës tënde, sepse ne gjithmonë kemi folur vetëm për çështje tema sociale, tema të avokatisë, tema të drejtave të njerëzit, rubrika jonë që është shumë e suksesshme dhe që marrim një feedback shumë të mirë dhe që ka gjithmonë interes me temat që realizojmë sërish aty, pra përqendrohet rubrika e avokatit. Por cila është Margarita Kola si personazh, si person, si e ka nisur rrugtimin e saj dhe më pas si ka qenë jeta e saj për të mbërritur sot ku ne e njohim të gjithë, pra ky personazh publik edhe me një integritet të lartë pa diskutim edhe me një emër shumë të mirë si avokate. Le ta nisim me një profil që kemi përgatitur për Margarita Kolën dhe më pas në studio për ta njohur më shumë atë drejt për së drejti. Avokate Margarita Kola është një emër i njohur në fushën e drejtësisë në vend, ku trajton çështjet nga më të ndryshmet, përfshirë të drejtën civile, familjare dhe administrative. Fillimisht ka përfunduar studimet për fizik në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, për të punuar më pas rreth 3 vite si mësuese në arsimin e mesëm. Por karriera e saj do të merrte një tjetër rrjedh. Për shkak të një projekti ajo nisi studimet në Fakultetin e Drejtësisë, e prej tashmë 25 vitesh ushtron profesionin e avokatës. Studimet master dhe doktoraturën i ka përfunduar në Kanada dhe në Mbretërinë e Bashkuar, duke investuar vazhdimisht në formimin e saj profesional dhe shkencor. Për sa i përket jetës private, avokate Margarita Kola është prej 33 vitesh e martuar me bashkëshortin e saj Alfredin, me të cilin kanë krijuar një familje të fortë dhe të bashkuar duke u bërë prindër të 2 vajzave, Vivian dhe Klesta. Për te angazhimeve profesionale dhe familjare, avokate Margarita Kola ushqen me shumë dashuri pasionin për poezinë dhe pikturën, 2 forma arti që i japin ngjyra dhe ndjeshmëri botës së saj shpirtërore. Ky ishte materiali që në fillim tërheq vëmendjen kur bëjmë atë CV-n e Margaritës, që ti në fakt ke studiuar për fizik. Pra është diplomuar për fizik, e ka fakultet të dytë këtë të juridikun, avokaten. Pra fillimisht Margarita ka është diplomuar për fizik, një fakultet goxha i vështirë, apo jo, aq më tepër te në ato kohë kur e ke mbaruar ti universitetin. Si ka qenë ai moment, ajo zgjedhjeje të studioje për fizik në ato vite? Pse zgjodhe pikërisht atë deg, Margarita? Unë në fakt Rudina pata privilegjin që ta zgjedh fizikën, sepse fizikën nuk para e kërkonin shumë dhe unë e kam zgjedhur, ka qenë zgjedhja e parë, ne në kohën tonë zgjidhnim 3 degët që preferonim dhe në bazë të mesatares mund të vendosej se çfarë degën e do studionim. Për fat të mirë unë kam studiuar në shkollë dhe kam qenë me mesatare 10 në të gjitha vitet e shkollës. Dhe zgjedhja ime e parë ishte nuk ishte problem dhe të gjithë pyesnin që pse zgjodha fizikën. Në fakt duhet them të vërtetën, kjo vjen nga një prejardhje familjare. Ne në familjen tonë, nga ana e babait, kemi pasur prirje në shkencat natyrore. Unë kam qenë fituese e Olimpiadës së matematikës
dhe gjithashtu kam qenë edhe fituse e një konkursi që bëhej në shkollë të mesme në vitin e 3 në lëndët fizik, matematik dhe biologji dhe kam fituar kupon për gjithë Shqipërinë. Kështu që bravo! Që ne e kemi humbur një fizikante, po të kishe vazhduar të ishe në ato profesion. Unë kam dashurinë e parë akademike fizikën dhe fizika më ka ndihmuar, Rudina, që kur mua jeta e patë nevojshme për shkak të punës që bëja që të studioja ligj, fizika më ka ndihmuar shumë, sepse një jurist i mirë duhet ketë analitik shumë të mirë, sepse çështjet ligjore kanë një kazus dhe zgjidhja e tyre vjen si rezultat një logjike shumë të fortë. Dhe mua kjo më ka ndihmuar. Dhe unë atëherë arrita të kuptoj që pse në shumë vende, sidomos në vende common law, përpara se të studiosh ligj ose mjeksi, duhet patjetër të kesh bërë një bachelor në shkencat eksakte. Mendoj njësoj, edhe matematika, kur studion për matematik, fizik, në përgjithësi për shkencat natyrore, e ka shumë të thjeshtë më pas çdo lloj degë tjetër. Shkëlqen në çdo degë tjetër që merr. Dhe mua më ka ndihmuar shumë. Unë nuk e kisha menduar ndonjëherë që do merresha me ligjin, megjithëse gjithë shoqëria ime që më njihnin më thoshin ti ke një sens drejtësie natyrale, vinte natyrshëm. Për shembull kur ishim në grup me fëmijët, unë thosha ajo nuk e të drejtë. Edhe pse mund të kisha shoqe të ngushtë, unë thosha nuk e të drejtë. Dhe kisha një lloj sensi dhe të gjithë më thoshin ke një lloj sensi, por nuk e mendoja që do studioja ndonjëherë ligj. Unë fillova të punoja, mbasi studiova fizik, unë punova 3 vitet e para në gjimnaz, gjë që ishte shumë e rrallë, se atëre ishte e vështirë të shkoje direkt në gjimnaz. Kjo dhe për shkak të notave mesatares, ishte mbajtur dhe pedagoge. Po, patjetër. Dhe të gjithë njerëzit në momentin kur unë vendosa që jo të lë fizikën, po të lë profesionin që po ushtroja në atë kohë, të gjithë më thanë ç'është kjo, është herezi, domethënë, sepse ti je kaq mirë në fizik, ke një vend pune shumë të mirë. Ishe mësuese fizike? Unë isha mësuese fizike. Mësuesit e fizikës ka qenë ato peshë rëndë në për gjimnazë në shkollat të mesme. Fizika, matematika, këto ishin lëndët. Dhe unë e kisha ndryshimin me studentët të cilët kisha me nxënësit e mi e kisha vetëm 5 vjetë. Sepse unë që vitin e parë që mbarova, më hodhën në gjimnazë dhe unë kisha vitet e 4-ta që ishin atë kohë. Ja, e këtu je ti? Në që periudhë këtu je? Unë këtu jam në vitin e 3 gjimnazë. Në vitin e 3 gjimnazë këtu? Po. Edhe këtu jam sa po kam fituar Olimpiadën e matematikës. Sa bukur. Kjo ka qenë ndonjë fotografi e bërë për të dalë në tabelë të nderit. Po, ka qenë një tabelë, po. Ndërsa këtu jam kur kam studiuar fizik, jam me disa shoqe në konvikt. Shumë e bukur. Edhe unë një fesha në konvikt. Po, unë kam qenë në konvikt. Nga cili qytet? Nga Fieri, sepse imat për shkak të punës që bënte, ishte transferuar atje, sepse ishte inxhinier, dhe ne kemi jetuar atje një kohë të gjatë, pastaj unë kam ardhur në shkollë dhe nuk jam kthyer më atje. Do të thonë kam një kohë shumë gjatë në Tiranë, jam me ata tiranësit e ardhur këtu. Mbas studimeve? Mbas studimeve unë kam qëndruar këtu. Kështu që kjo foto është në... Edhe u emërove në shkollë të mesme këtu, në Tiranë? Që ishte ky është një prej notave të mira se për ndryshe ishte vështirë të kishe këtë lloj emërimi. Po, dhe kjo u bën në një farë mënyrë edhe shkaku që unë njofa dhe bashkëshortin tim. Në ato kohë jeni njohur? Po, ne jemi njohur në tren, në fakt. Në tren? Po, në tren. Ja, do të pyes atër pak më pas, po dua të di, ai në profesion? Ai vjen nga bota e sportit, ka qenë gjimnast, ky është bashkëshorti im. Ju falenderoj shumë. Dhe për momentin ai është mësues në shkollën Partizani, në gjimnazin Partizani, por njëkohësisht ka bërë studime të tjera dhe është fizioterapist gjithashtu. Të studime i ka kryer në Kanada. Ne jemi një çift shumë tradicional, Rudina. Shumë bukur duke ne. Ne kemi 33 vjet me njëri tjetër. 33 vite martuar, apo njohje, që nga njohje llogarit? Ne kemi 30 vjet të martuar pas ceremonisë së dasmës, po kemi 33 vjet së bashku të martuar me celebrim. 33 vjet. Okej. Sepse
ke parasysh që ne vim nga ajo koha që ne konsideronim martesë kur bënim ceremoninë me familjen, por ligjërisht kemi 33 vjet me njëri tjetrin. Sepse kemi bërë një dasëm shumë të madhe. Duhet ta keni bërë në vitet 90 i bie? Ne jemi martuar në vitin 96. 96. Kemi bërë një ceremoni që ishte koha që barat vu. Ne jemi martuar, do me thënë, ceremoninë e kemi bërë vitin 96, po martesën e kemi bërë ligjore në 93-shin. Dhe kemi bërë një ceremoni që nuk ishte... Nuse, këtu, sa kujtimi bukur kjo, nuse tipike atyre kohëve. Atyre kohëve. Ja, në Kolltukun aty ku me siguri prisje miqt. Po vinin miqt, ishte kjo tradita që duhet i respektoje. Jo, edhe prisje në shtëpi. Prisje në shtëpi vizita, se sot sikur s'bëhen më vizita. Vetëm vizitat kemi pritur në shtëpi, ndërsa ceremoninë e kemi bërë në lokal. Burim është nga Lushnja dhe ceremonia është bërë në... Ka qenë një lokal shumë i bukur në mal, në një kodër, dhe atje kemi bërë ceremoninë, sepse vendosëm të organizojmë shumë ndryshe nga që ishte tradita në atë kohë, e kemi bërë së bashku të dyja familjet, dhe kurorën e kemi vënë në manastirin e Ardenicës. Sa bukur! Sepse ne jemi të dy të ortodoks, dhe jemi pak gëzuar. Jemi mrekullueshëm. Po, ka qenë shumë e bukur si ceremoni, vajzat e mia që e shohin sot thonë, pse e keni bërë këtë gjë kështu, po pse e keni bërë këtë gjë kështu, dhe unë i them, në atë kohë ajo ka qenë, ndoshta pak si erezi, po ne e kemi bërë, po juve sot ndoshta nuk ju duket aq e përparuar, po për kohën to ka qenë e përparuar. Po më thoje që me bashkëshortin je njohur pikërisht prej studimeve të fizikës, dhe pastaj the në tren, si ka ndodhur? Unë studioja fizik dhe isha studente e vitit parë, ndërsa bashkëshorti im kishte përfunduar studimet dhe bënte masterin, atë kohë quheshin specializime pas universitare, dhe bënte në fushën e rehabilitimit të gjimnastikës. Dhe ishin këto trenat që nuk mund t'i konceptojnë këta të rinjtë e sotën, pa ato trenat e mbushura shumë, dhe që ti duhet të prisje të hypje në ato shkallët e trenit, sepse kishte radhë shumë të madhe, dhe unë shkoja për sezon provimesh në Fier, sepse doja të studioja për provim, dhe im shoqi ishte ullur me grupin e vetë të kursit pas universitar, dhe më shikon nga dritarja dhe më thot që ma jep mua çantën, zgjatet nga dritarja, ma jep mua çantën që mos të lodhesh dhe ndërkohë ngjitu. Mirë po mësimet e mamas time ishin që sa herë që një djalë kërkon të të bëj një nder, po se të ndihmoj, duhet të gatshëm, po? Se sot më vjen të qesh, po ashtu ka qenë, duhet kesh parasysh që duhet jesh shumë e kujdesshme. Se ka diçka pas që fshihet. Dhe përgjigja ime ishte, po pse duhet të më ndihmosh ti mua, unë jam me zonja, hypi vetë. Po jo, thot, se unë vetëm çantën do të mbaj, jo, dhe kam refuzuar. Dhe ta gjesh mendin e zënë. Mirë po ky refuzimi, ishte interesant, sepse ati isha dukur një natyrë shumë interesante, me këtë dhe, kur unë gjitem lartë dhe hypi në tren, më kishte lënë edhe vendin e lirë një kohësisht, që unë të ulesha dhe filloj normalisht duke më pyetur, dhe unë shumë diskrete, sepse mbaja porosit e mamit. Mos u dorëzo! Mami, mos u dorëzo! Sot më vjen të qesh të fakt, po dua të jem shumë reale. Dhe pasaj, sa zgjaste udhëtimi me të? Udhëtimi zgjaste rreth 2 ore, gjysmë 3 orë. Ishit bashkë aty? Edhe pati shumë rast të pyeste që çfarë studioja, si studioja, pse isha kështu me përgjigje të prera, dhe unë i thash, ne të shkencave kështu jemi, me përgjigje të prera, matematikore. Ndërsa ata kishin një atmosferë shumë të qeshur, grupi ishin sportist, kishin dal jashtë, e kishin parë në një farë mënyre realitetin ndryshe, dhe unë me thënë të drejtën kisha dhe një paragjykim që sportistët ishin njerëz të cilët lëviznin shumë jashtë ose në vende të ndryshme të Shqipërisë, dhe ke kujdes sepse janë aventurier. Po,
sot më vjen të qesh me të vërtet Rudina, po kjo ka, konkluzioni kësaj është që shiko sa e ndikuar je nga opinioni dhe ai kristalizon dhe ndërton gjithë mënyrën se si ti sillesh në lidhje me persona të tretë. Dhe më pas si shkoi historia me që nga i takim nga jo njohje në tret? Herën e dytë ka ardhur tek fakulteti, është përpjekur të vite fakulteti dhe tha do të sjell pak byrek se e ka bërë mami. Shiko. Ishte mënyra që duhet më takon. Për të thënë që ishte djalë serioz. Byrek që ka bërë mami, do me thënë kishte qëllime serioze. Dhe pastaj, do me thënë, Shqipëria është një vend i vogël dhe aq më tepër jeta kolektive që ne bënim atëre, rastisi që daja i bashortit tim njifte babain tim, kishin punuar disa kohë më parë së bashku dhe si rezultati kësaj u gjend një pretekst që duhet vinte të takonte se njifesh daja, unë babain fatkesisht nuk e kisha në atë kohë, kishte ndruar jetë, por gjeti mënyrën se si të thoshte që daja im njeh babain tuaj dhe ne mund të flasim me njëri tjetër. Kur ka qenë ai momenti që keni dalë bashkë për herë të parë, edhe që praktikisht me thënë të drejtën kuptuar me njëri tjetrin, që ishte një lloj do ta them këtë Rudina, po ke për të qeshur. U deshën 4 vjet. U deshën 4 vjet që unë të pranoja të pija një kafe, pasi kishte ardhur edhe ke konvikti i fakultetit, po pak natyrë ndoshta e vështirë, po s'kam dash ta them me zë të lartë sepse kështu është vajza e madhe që nuk pranon të lidhet akoma me dikë, se si duket më ka ngjarë mua, po unë nuk duhet ta thosha po ajo, po e dëgjoj këtë emisionin do ta dëgjoj. Dhe pastaj Fredi iku, ishte ajo periudha Rudina që shumë shqiptar iknin jashtë, shikonin për mundësira të reja në Europë. Ka ikur në Itali dhe pasi është kthyer nga Italia, gjatë gjithë kohës më dërgonte, si të them, të fala me persona për të treguar që unë akoma kam një interes për ty, dhe vetëm pasi është kthyer nga Italia, unë kam thënë që hajde po bëj një bisedë dhe po e heq qafe. Unë ndërkohë punoja, kisha ndryshuar pozicionin, e kisha ndryshuar pozicionin e punës, se unë kam filluar, mënyra se si unë ndryshova pozicionin e punës ishte, filloi një projekt i Bashkimit Evropian, unë konkurova... Jo, e qartë, për kam fjallën, ende s'ke filluar ende juridikun? Jo, nuk e kam filluar, po kisha ndryshuar pozicionin e punës. E qartë, s'ka rëndësi, po do me thëmë isha akoma vetëm fizikantja. Akoma isha vetëm fizikantja, fizikantja e egër. Edhe u takua, dhe unë të them të drejtën me atë iden që mund të atakoj tani t'i them një jo edhe, por në fakt mu lidh goja, nuk fola më dhe në fakt fitoj Alfredi. Sepse Rudina, nëse më lejo ta them këtë, dhe kjo tani është shumë serioze për te shakas, Fredi nuk gjeti ndonjë fjalë të bukur ose ndonjë, si të them, ndonjë zgjidhje kështu që në atë moment ishin këto bencat e bukur të dalim jashtë shtetit, do të premtoj një vil, do të premtoj arin e botës. Unë tha të premtoj vetëm kaq që kam në dorë, që do të respektoj dhe do të dua të rjetën. Dhe kjo ishte ndoshta nga që dhe unë isha një vajzë e rritur me libra, unë edhe sot jeta ime vërtitet rreth dijes dhe pasioneve, unë jam njëri pasionant, dhe ndoshta je gjeti Chelsea me fjalën e dur, dhe ne sot kemi ndërtuar familjen tonë, ne jemi njerëz të tjerë. Do ta rrëfesh. Alfredi, do është duke në ndjekur tani, po gjithsesi ka një surprizë për ty në këtë moment. Wow, e pa besueshme sepse... Përshëndetje Rudina, përshëndetje Margarita, përshëndetje teleshikus të Klanit. Ky video mesazh është për njeriu tim të zemrës, Margaritën. Margaritën kam 34 vjet që e njoh dhe kemi kaluar shumë të mira dhe vështirësi bashkë. Ndoshta dhe ky është dhe Chelsea i jetë gjatësi son. Unë të them me bindje më të plot që kam bërë zgjedhjen e duhur të jetës time. Të duam shumë. Margarita, e mendoje këtë moment? Nuk e mendoja sepse Fredi nuk është njeri publik,
është njeri me një logjik të hekurt, por shumë pak mban një profil të ullët dhe nuk e prisja kur. Mendoja që ndoshta ndonjë nga vajzat kur thej që kam një surprizë, po Alfredi nuk e prisja, ju e pat që kishte emocione? Kishte emocione, dhe jo të gjithë e kanë të letë këtë, por ama këtë mesazh e bëri për dashurinë e jetës së tij. E bëri me kënaqësi. Ne jemi njerëz të thjeshtë, Rudina, që e shikojmë të vërtetën dhe realitetin në sy, dhe përtej asaj që themi nuk ka asgjë tjetër, është vetëm ajo që themi, dhe bukur. Edhe unë kam bërë zgjedhjen e dur, Rudina, mendoj, sepse kur vjen koha që të zgjedhësh shokun e jetës, duhet kesh parasysh që jo të zgjedhësh vetëm shokun tënd tjetës, po mundësisht dhe potencialisht dhe një baba të mirë nëse do kesh fëmijë në jetë. E vërtet. Mirë. Fotot e ndryshme të Margaritës së kësaj periudhe ne pak a shumë i shfaqëm, edhe fotot të familjes, kemi këtu me vëllain, qofse i kemi, ndoshta mund t'i sjellim shpejt e shpejt, por gjithsesi unë do doja që të ndalonim pak tek këto janë fotot e familjes. Kjo është motra, vëllai, mami dhe unë. Motra, vëllai, mami dhe okej, bukur. Ky është vëllai im që e dua shumë, sepse ka zëvendësuar në një farë mënyrë babain, i cili ne kemi pasur një baba që ka pasur një dije, të cilën e ka transmetuar te ne, dhe ne të tre jemi shkolluar mirë me sakrificat e mamit, për arsye se një grua vetëm, mama ime ka ngelur e ve shumë shpejt në moshën 32 vjeç. Me 3 fëmijë, unë kam qenë e madhja, dhe vllai ka zëvendësuar rolin e babait. E dua shumë vllajt, dhe kam një dobësi për vllajin, dhe në çdo hap të jetës time, vllajin e kam si një mbështetje. Pavarësisht se unë kam një bashkëshor shumë të mirë, shpesh më duhet konsultohem me vllajin, kam motrën e cila është e vogla, është hareja e shtëpisë, dhe mamin që si çdo fëmijë, mamaja është më e mira në botë, por unë i vëj një vlerë të shtuar se janë nga këto nënat që dhe pse mund ta ndërtonte shumë mirë përsëri jetën e vet në moshën 32 vjeç, vendosi që të qëndronte me ne. Po mendoj, Rudina, që besoja kemi shpërblyer mamit, në kuptimin që kemi mësuar, nuk i kemi krijuar probleme, dhe të tre jemi në profesione shumë të mira dhe me familjet tona. Bukur. Në lidhje me babain, the që ai ju ka injektuar këtë dashurinë për dijen, sepse vetë ai ishte njëri që e donte dije dhe njëri i ditur. Cila është një këshill që mban mend nga babai yt në lidhje me dijen? Çfarë të thoshte ai? Dhe si ja ka bërë juve dijen, kaq të rëndësishme dhe kaq të dashur? Më thoshte gjithmonë që nëse ke një fustan të bukur, ai një ditë do të vjetërohet. Po edhe nëse ke diçka të çmuar, thoshte një ditë ajo do të zëvendësohet nga një diçka tjetër më e çmuar. Për shembull, një palë sandale të bukura ose një vazo të bukur, por nëse ke dije, thoshte, ajo qëndron aty dhe ndërton dije të reja mbi ty. Dhe dije nuk ta merr kërkush, thoshte. Nuk ka mundësi ta marrë. Dhe unë e vlerësoj këtë, Rudina, sepse jo vetëm që mu ka bërë çfarë unë jam sot, por edhe unë si nën e kam vlerë këtë, sepse jo kam transmetuar vajzave të mia. Unë vajzave nuk është se ju kam krijuar ndonjë saltanet të madh, ose ndonjë pasuri të madhe, por pasuria më e madhe që është, unë i kam shumë mirë të shkolluara vajzat, dhe ne të dy me bashortin jemi përpjekur që çdo gjë që kemi fituar në jetë, tua mësojmë dhe tua vëmë në shërbim të dijes. Kam pasur shumë merak universitetet ku studionin, cilësinë e universiteteve. Ja do të flasim pas pak për vajzat, po me që jemi këtu edhe për të vazhduar me rrugtimin tënd, Margarita, ti zgjodhe të studiosh, ndoshta ka qenë puna e dytë që ta kërkoj të nevojshme që të kishe edhe një diplom juridiku, nga njëherë në atë periudhë edhe tani, gjithmonë diploma juridiku të plotëson një profesionist. Në çfarë lloj profesioni? Unë fillova, Rudina, të punoja me një projekt të Bashkimit Evropian, dhe për shkak se unë njihsha shumë mirë anglishten, dhe kjo edhe fal faktit që prindrit më thoshin studioj anglishten, dhe unë dija më mirë se ato të tjerët që konkuruan aty, dhe unë fitova në një projekt të Bashkimit Evropian. Dhe
gjithë puna që kisha të bëja unë Rudina, kishte të bënte me lidhje kontrata, shumë kontrata, ishte një projekt për të persekutuarit politik në atë kohë, që do ndërtoheshin disa apartamente për ata, dhe gjithë puna ime kërkonte kuadër ligjor. Që të doli e nevojshme? Më doli e nevojshme dhe thosha, ti kem disa njohuri. Dhe kështu e vendose, pra? Vendosa tash do studioj sepse kisha në një farë mënyre edhe një farë frike që këto firmat që po edh, a e njoh mirë këto kontratën, dhe fillova të studioj. Dhe kur fillova të studioj juridikun e pash që juridikun e kisha shumë të lehtë për shkak se vija nga fizika, nga backgroundi fizik. Dhe mbarova me rezultate shumë të mira, studimet, dhe sipas kontratës që kisha duhet të qëndroja aty të punoja, qëndrova punova aty sipas kontratës. E qartë, po mbarove juridikun dhe vazhdove aty. Kur ishte momenti që ti pastaj bëre këtë zgjedhje? Pra the unë do fokusohem pikërisht tek avokatia. Do kërkoj më punë që kanë lidhje me fizikën, me shkencën, në arsim apo diku tjetër. Ideja ishte që unë tek ajo punë që punoja ishte shumë interesante dhe pagesa ishte shumë më e mirë se tek puna që bëja. Dhe ndërkohë unë aplikova për të shkuar në Kanada. Sepse gjithë puna ime kishte të bënte me të huaj dhe ata më treguan që ka një lloj aplikimi që mund shkosh në Kanada. Unë aplikova, ne shkuam familjarisht sepse Fredi dhe unë i plotsonim kriteret për të shkuar, sepse ajo ishte me kritere. Shkuam në Kanada dhe unë atje isha përpara një dileme shumë të madhe. Do vazhdoja studimet për fizik të mëtejshmet, pas universitare, apo të vazhdoja studimet në fushën e jurisprudencës. E pash të udhës që të filloja studimet në fushën e jurisprudencës, për arsye se ndjeja që, sepse unë jam pak njeri perfekcionist dhe mendoja që kjo periuda që unë isha shkëputur nga fizika, ndoshta unë nuk do t'isha aq e mirë sa isha më parë, dhe kështu që vazhdova me studimet në fushën e jurisprudencës, atje kryeva masterin në Universitetin e Ryersonit, dhe më vonë kam shkuar me një aplikim përsëri, kam fituar një bursë të Bashkimit Evropian për studimet e doktoraturës në Angli. Pra kështu vazhdova. Fillove të investoje në këtë drejtim. Investova në këtë drejtim. Po pas erdhi një moment që ju vendosët të ktheheshit në Shqipëri? Isha unë që isha promotore kësaj, pasi unë linda dhe vajzën e dytë, Klestën e kam lindur në Toronto, Vivienin e kam marrë të vogël, dhe pastaj unë vendosa të kthehem në Shqipëri, sepse unë jam pak patriote dhe thash që këto dije që kam mungon të merte malli. Jemi familje e lidhur si gjithë shqiptarët, u kthyem këtu në Shqipëri dhe këtu vendosa që të vazhdoj për më tepër me ato që unë kisha studiuar atje. Punova me njerë sa po jam kthyer, kam qenë këshilltare ligjore në ambasadën amerikane për një farë periudhe, pasi edhe atje shkova me një intervistë dhe pastaj pasi unë përfundova projektin dhe çfarë kisha në ambasadën amerikane, detyrën time dhe kontratën, unë vendosa të dilja avokate lirë. Të dilja një avokate lirë. Dali drejtë në temë. Si të zhdukur vetja si avokate dhe cili e mban mend çështjen tënde të parë ose ditën e parë kur ke pasur një çështje në duar të cilën do ta mbrojti vetë? Faktikisht po, e mbaj mend ka qenë një kolege në ambasadën amerikane, e cila më kërkoi ndihmë. Unë akoma nuk kisha përfunduar madje edhe kontratën me ambasadën amerikane, më kërkoi ndihmë për një çështje. Shefja ime që ishte amerikane dëgjoi mënyrën se si unë ju përqasa çështjes dhe më tha mua, Margarita, ti ke një talent, tha, që ndoshta nuk ta ka thënë dikush, ti je një avokate shumë e mirë, tha, sepse logjika me cilën ti shpjegon çështjen, tha, është një logjikë shumë e hekur. Dhe ajo vetë ishte prokurore në profesion, ajo që më tha dhe tha nëse do t'ishe në Amerikë, tha, dhe do t'ishe përpara një jurie, tha, sa ta mbrojnë me juri, unë do të them, tha, që juria do t'ishte befasuar nga ty. Ndoshta ajo egzagjeroi, por mua më ndikoi shumë, më motivoi dhe kështu unë fillova rrugën si avokate dhe më pëlqen jashtëzakonisht ky profesion. Te je një avokate shumë e mirë dhe shumë e zonja dhe ne e kemi parë edhe në çështje të trajtojmë këtu mënyra se si shpjegon edhe si argumenton të gjitha. Vajzat the që nuk kanë janë frymzuar dhe ato, ë?
prej teje, ka shkuar tradit kjo çështja e dijeve dhe ato kanë dashur. Mirë shkolluara, çfarë dikësh kanë zgjedhur? Vajza e madhe është ligj dhe informacion dhe teknologji, është multidisciplinare, pra ajo ka studiuar ligj, pastaj ka bërë një master në Gjermani të dytë për informacion dhe teknologji, është Vivieni, ajo punon në Munich tani dhe punon në Gjermani dhe punon pikërisht në fushën e IT-s, pra informacionit dhe teknologjisë dhe pronësisë intelektuale, po gjithmonë e lidhur me ligjin e parë nga pikpamja ligjore. Ndërsa Klesta, vajza e dytë, studion për mjekësi, është në vitin e tretë dhe ka shumë dëshirë të bëhet në Shqipëri. Është në Universitetin Zoja Këshillit Mirë. Okej, do të thënë e ke këtu të paktën, e kam këtu dhe ky moment i largimit unë besoj për çdo prind duhet të jetë shumë i vështirë. Vajzën e madhe e kam pasur në Austri dhe e kam ndier shumë largimin e saj. Dhe vajza e madhe i tha vajzës së vogël që të lutem rritë të paktën për bachelor këtu, sepse tani Shqipëria nuk është si në kohën time që nuk ishte universitete të huaja, në kohën tënde mund ta bësh këtu, po Klesta e ka synimin të shkoj për specializim në Gjermani. I vetë si ke qenë si prind, si mama? Si do ta përshkruaj veten me një paragraf? Unë do ta përshkruaj si më përshkruajnë vajzat e mia, sepse kanë të drejtë, kam qenë pak mama poseduese, sidomos në lidhje me dijen. Vajzat e mia kanë qenë të dyja me të gjitha 10 dhe në familjen tonë flitesh vetëm për dije, duhet të jesh më e mira. Kjo është pak e tepruar në këtë moment që po unë e gjykoj, por këtu kam qenë. Këta mamave që kanë vetë nivel shumë të lartë dhe kanë prituri shumë të larta nga fëmijët. Dhe Fredi ka qenë shumë arsim dashës dhe ne të dy kemi qenë të fokusuar që ju lutem dijen, sepse dija është për veten tuaj. Dhe gjithsesi edhe ato e kanë dëgjuar. E kanë dëgjuar sepse kanë me rezultate shumë të mira dhe janë me rezultate. Vajzat ishin Vivieni është e madhja, ajo ka lindur në Shqipëri dhe ka ikur shumë e vogël në Kanada, ndërsa Klesta ka lindur në Toronto. Ka lindur në Kanada, okej. Po që si të lidhura me Shqipërinë dhe ju këtë që... Jo, janë shumë të lidhura dhe janë me shumë atë dhe dashuri për Shqipërinë. Vivien dhe Klesta, ka një tjetër mesazh për ty. Jo. Përshëndetje, mami. Shpresoj të jesh mirë, edhe pse e di që je mirë, sepse ne sot folëm bashk, siç bëjmë për ditë. Fatkeqësisht nuk mund ta shikoj njëra tjetrën shpesh për shkak largësisë, por ti e di që unë të dua shumë dhe ti bën shumë për ne dhe unë dua të të falenderoj shumë për gjithçka që ke bërë për ne deri më sot dhe shpresoj që ta kthejmë mbrapsht në të ardhmen. Të puth, të dua shumë. Përshëndetje Rodina, përshëndetje mami. Kisha të vështirë ta bëja këtë video mesazh, e kam nisur shumë herë pasi nuk jam shumë e mirë me fjalët. Ai që dua të them mami është që ti ke qenë dhe vazhdon të jesh mbështetja ime më e madhe edhe shoqja ime më e mirë. Edhe pse ndonjëherë duket sikur i ndan një fije holl midis rolit të mamit dhe rolit të shoqes, sepse ti je një mami që do më të mirën për ne, si çdo mama tjetër. Por duhet të kuptosh që fjalët e tua kanë ardhur në veshin tim dhe kanë ngelur aty. Rolin e mamit e ke bërë më së miri, vazhdo të jesh shoqja ime. Të dua shumë dhe të puth fort. Të bukura dhe të mençura, të dyja vajzat, edhe më pëlqen shumë. Ju përshëndesim të dyja vajzat e Margaritës. Më të bukura. Më ke dhënë disa kujtime shumë bukura. Po vjen mirë, do t'i kesh gjithmonë edhe do t'jesh krenar edhe për vajzat, i kishe vajzat si dritë të dyja. Edhe të zonja, duke në gjurmët e mamit dhe të babit edhe ato dhe të gjyshit, me siguri. Dhe kur bëni ato pemën e familjes, nga janë trashëguar, edhe tisa të gjithë nga janë trashëguar. Gjithë kjo dashuri për dijen se është shumë e rëndësishme dhe mua vjen mirë që ne e sollëm të qendër të vëmendjes së temës. Po, ta mbash dashurinë për dijen, sepse ka disa vlera të tjera. Edhe unë prandaj insistova që ta përqendrojmë këtu bisedën sepse më pëlqeu shumë që edhe ti e kishe të rëndësishme dhe doja që ta theksonim sot. Mirë, Margarita, për çështjen e drejtësisë në Shqipëri, ne sot nuk kemi kohë të flasim, por do ta lëmë sërish në rubrikat tona që ne kemi të shpeshta. Po ngelem ja avokate edhe në jetën e përditshme, jo vetëm avokate në fushën e ligjit, po avokate edhe në angazhimin tim qytetar. Mua nuk më pëlqen padrejtësia, gjej mënyrën
pa fyer dhe pa kërcënuar as kërkën, të shpreh mendimin tim si qytetare. Dhe mendoj që një avokat i mirë duhet jetë në radhë të parë një avokat shoqëror i mirë për shqetësimet tona të përditshme që kemi. Cili është një mesazh që do jepje për gratë që janë duke na ndjekur në këtë moment? Ti nga ana jote, çfarë do t'i thoje? Shiko, unë të gjitha grave do t'i thosha që mos të kenë frikë. Mund të bëjnë dhe karierën, dhe familjen, dhe mamin e mirë, dhe bashorten e mirë. I bën të tëra nëse ke motivimin e dur. Mos keni frikë nga asgjë. Ne gratë kemi ardhur në këtë botë për të lindur edhe burrat, dhe për t'i menaxhuar mirë edhe burrat, sepse shpesh burrat ka nevojë për mbështetjen tonë, pak më shumë se ne kemi për mbështetjen e tyre, dhe unë mendoj që nuk duhet kemi frikë asnjë gjë, dhe t'jemi vetvetja, të gjitha mund t'i bëjmë. Jeta është e bukur, Rudina, me gjithë sfidat që ka, por pas çdo sfide ti arrin të kuptosh se çfarë force ke dhe se si ti mund të zgjedhësh mënyrën më të mirë për të ecur përpara. Absolutisht. Margarita, unë të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Unë të falenderoj, Rudina. Do kisha dashur të qëndronim shumë më gjatë, se biseda shumë e këndshme, po do kemi rast tani të flasim. 2 sekonda desha të them diçka. Vërtet e vlerësoj sepse je e para që më ke mundur të më zbulosh Margaritën në pjesën tjetër të vetes së saj. Po e dinim që kishe gjëra shumë interesante dhe me vlerë aty, sepse ne të njohim tashmë prej shumë kohësh edhe e dim se sa një njeri mrekullueshëm ti je, edhe nga ana tjetër një model në vetvete. Jo vetëm me ato që ndan këtu nga ana profesionale, po edhe si grua, edhe si histori, edhe mënyra se si e sheh botën dhe gjërat. Mua vjen mirë që ne i dham zë sot dhe folëm. Do surprizat ishin, nuk i ta imagjinuar. Falenderoj shumë Margarita dhe turoj punë të mbar. Kënaqësi e veçantë që të patëm sot ndryshe në programin ton. Kemi publicitet, kthehemi pas pak.